Njerëzit besojnë që mbrojtja mund m'ia bë pronës të kanë të drejtë edhe me vra nëse dikush ja prek pronën. Ma shumë se gjysma e pronave, e banesave aktuale në vendin tonë janë të palegalizuara. Ne kemi pas një rast në Prizren që ne përdorëm si rast shkollor, kur prokuroria speciale e ka sekuestruar një lagje. 42.000 ndërtesa dhe mbi 250.000 njësi banesa e lokale janë të regjistruara në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Kurse më shumë se gjysma e banesave në Kosovë janë të palegalizuara. Kreshnik Gashi në Kallëzo Përnime ka treguar problemet që mund të shkaktohen si pasojë e moslegalizimit të pronave. Bern ka prezantuar më 24 qershor 2026 raportin për të drejtat pronësore, i cili përmban gjetjet dhe rekomandimet edhe për legalizimin e pronave. 250.000 banesat regjistruar. Mos i kitë shifrat sa tokat regjistruar në Kosovë, sa I kam edhe shifrat, mirë po më do të më këshirë. Kemi një situatë për shembull. Ata janë deklarues të tatimit në pronë që nuk kupton një njësi mund të qenë pronë edhe një garazh, edhe një objekt, edhe me qenë ndamë në 2 pjesë, me qenë lokali me shtëpinë etj. Po çka është shumë e rëndësishme është raporti tjetër i Agjencisë së Statistikave, i cili ka identifikuar që në Kosovë ekzistojnë 550.000 njësi banimi ku jetojnë njerëz. Pra, zyrtarët e statistikave kur kanë shku, kanë po. Dhe nëse e krahasojmë këto, neve na del që më shumë se gjysma e pronave, e banesave aktuale në vendin tonë janë të palegalizuara, që është një shifër shumë e lartë në raport me një vend normal, kisha me thonë. Pra, nëse më shumë se gjysma e shtëpive ku jetojnë njerëzit në Kosovë janë ende të palegalizuara, kjo neve na tregon që gjysma e qytetarëve të Kosovës nuk kanë qasje, nuk kanë të drejtë me përdorë pronën e saj. Pse kjo është problematike? Sepse pastaj kjo është na suportu apo mbështet në vazhdimsi këtë traditën apo marrëveshjet zakonore të qarkullimeve juridike. Pra, shitblerjet e këtyre pronave janë të ndodhur sërish vetëm duke shtrënguar duart në rastet më të mira me një deklaratë në mbetem ku transaksionet bankare ndodhin me deklarata në mbetem tek noteri, mirë po që nuk janë zgjidhje formale, për shkak se nuk krijojnë efekte juridike. Njerëzit besojnë që mbrojtja mund m'ia bë pronës të kanë të drejtë edhe me vra nëse dikush ja prek pronën. Që kjo besojnë, sepse të dhënat po na tregojnë që ky mentalitet ekziston. Mirë po realisht, nëse dikush ta prek pronën, ti ke të drejtë vetëm me bë padi, vetëm me kërku ndihmën e shtetit dhe si rezultati i kësaj, ndryshimi edhe kthimi i besimit. Pra nuk po mundet mu shtin hipotekë as me u përdor. Nuk mundet. As mu shtin hipotekë, as nuk mundet mu përdor, as nuk mundet me qenë pjesë e marrëdhënieve të shitblerjes për shkak se do të më ekzistu dokumenti që na e quajmë certifikata e pronës të cilën e lëshon zyra e katastrit. Ne kemi pas një rast në Prizren që ne përdorëm si rast shkollor, kur prokuroria speciale e ka sekuestruar një lagje. Sepse pronat, ndërtesat në atë lagje kanë qenë në pronë të një personi i cili ka qenë i vdekur, po nipi i tij si trashëgimtari ka pas fletat poseduese të atyre pronave dhe ai e kryen një vepër, dyshohet për një vepër penale dhe prokuroria kur hyn me sekuestru në katastër këtë pronat e tij e sekuestron gjysmën e lagjes. Shtëpi 4 katre, 5 katre, 6 katre, derisa u dash me bë emision, me tregu banorët e lagjes. Njerëz që e kanë ble para 30 vite, 40 vite, pronën kanë ndërtu shtëpi aty. Po si kanë dokumentet që e kanë ble? Ata tash e kanë shtëpinë, ata e kanë rrymën, ata paguajnë tatim për shtëpitë e veta, shtëpitë nuk janë të legalizuara, toka nuk është në emër të tyre. Mirë po proceduralisht ata janë zotrues de facto të asaj prone. Është ndryshuar urdhri pastaj, është kthy dhe u përcaktu vetëm prona e individit i cili ka qenë subjekt dhe pastaj ai ka vazhduar me qenë hetim. Raporti i Bern për pronat është realizuar me mbështetjen e Bankës Botërore në kuadër të projektit PIAKOS të zbatuar nga ATRC.